Përshëndetje goca, ja ku jemi nga një vlog i ri, edhe ta dini ju se çam ka ndodhur sot. Bëra vlogun gati, e editova, e postova, edhe nuk u postua. Ndërkohë unë kopjen e vlogut e kisha fshirë nga telefoni, edhe ai vlog nuk u gjend më humbi. Po s'ka gjë se do bëj këtë vlogun e ri. Data është 31 tetor, sot ka dhe ditëlindjen mami im, kështu që dua ta uroj edhe 100, e kam uruar në përgatitje normale, po pse jo edhe këtu në YouTube tani, se edhe ky është kanali im. Dhe gjithashtu është edhe festa e Halloweenit. Unë nuk e festoj festën e Halloweenit, por me që po rinem në shtëpi tham, okej, po dalim edhe po shohim si janë rregulluar tjerët, si janë veshur, edhe çfarë bëhet sot këtu në Hamburg për festën e Halloweenit. Nuk është se kemi vendosur ti kemi ndonjë lokal ose diçka, por thjesht do dalim në Hafen, shohim se çfarë organizimi ka. Kam edhe një gjë tjetër që tani nuk duket shumë, por besoj se prap vjet e re që flokët e mia tani janë të zeza, i kam bler flokët e zeza, e kisha filmuar kë vlogu tjetër, por fatkeqësisht vlogu tjetër nuk është më është fshirë, kështu që besoj këtu nuk ka shumë dritë që duket, por tashmë flokët janë zeza. Do ju tregoj ndonjë video nga Hamburgu, aty ku se si festohet. Shpresoj të jenë me vërtet ashtu duke e festuar, se mos na shkoj kjo dala kot. I ka dhe shifemi pak më vonë. Ne erdhëm këtu për të parë atmosferën e Halloweenit, po vetëm atmosferë Halloweenit nuk paska. Ndërkohë po më shifën edhe pak flokët e zeza, edhe po marrim një fish and chips, të ham në një gjë këtu në Hafen me që erdhëm, që ka shumë ftohtë, edhe siç e shihni nga mbërthy xhupin jam siguruar, edhe po shijojmë pamjen, jemi këtu me pamje nga këto anijat. Edhe kështu. Tani do ju flas kur t'i në shtëpi, po ju tregoj ndonjë pamje edhe nëse shoh diçka interesante, nëse jo do ngjohemi në ditën e vazhdim. I kam. Përshëndetje goca, ja ku jemi nga dita tjetër, edhe mbrëm si që pat nga videot, nuk kishte atmosferë Halloweeni atje ku ne kishim shkuar. Unë pyeta ChatGPT-n, edhe ChatGPT më tha sugjeroj të shkosh në Hafen se do kesh atmosferë Halloweeni, mund të shohësh gjëra shumë të bukura, dhe shkuam, po nuk ishte asgjë. E gjithë kjo atmosfera ishte bërë në një vend tjetër, në një stacion treni, shumë të madh këtu në Hamburg, edhe me sa pash nga videot ishte shumë e bukur, po dhe pak e frikshme. Po gjithsesi do shkoja nëse do e dija se do ishte aty. Tani sot unë jam zgjuar shumë vonë, nuk e di gjithë natën, pothuajse nuk kam fjetur rehat mbrëm, ka qenë një alarm gjithë lagjen. Nuk e di sepse erdhi ky alarm, e pastaj filluan makina policie e gjëra, dhe si përfundim unë aq doja dhe mua më zgju me shumë vështirë, mezi fjeta. Kështu që sot kam fjetur deri vonë, edhe tani erdhi burri nga puna, unë ndërkohë kisha bërë punët, kisha bërë drekën, sot kisha bërë makarona me mish. Ngrëm drekën edhe dolëm sepse burri donte të qethej, kështu që ka shkuar te berberi, ndërkohë unë bëj pres te makina se bie shi, ndërkohë unë do çoja disa pako te një post tek NKD-ja për te Vinted, i kam shitur në Vinted, edhe kam bërë 50 euro, vetëm dje. Pastaj thash okay, me që po bie shi, nuk po dal që të rrin këmbë, por rri po pres makinë, dhe kur të vi burri nga berberi do ikim çojmë edhe pakot tek NKD-ja. Nuk kam bërë ndonjë gjë tjetër interesante sot, prandaj nuk e kam hapur kamerën, po thjesht se kam qenë gjithë ditën duke bërë punë, vetëm punë. Edhe vlogu që u fshi më mërziti shumë, se kisha folur aty tek ai vlogu për temat e postimit që kam bërë. Kam bërë një postim në YouTube dhe kisha pyetur aty se çfarë më sugjeroni që të bëj të vlogu radhës. Dhe i kisha bërë gjitha ato gjërat që më kishte thënë, kisha bërë atë food challenge, kisha bërë gjithashtu përgjigjet e pyetjeve, kisha folur shumë për një temë si e festonim vitin e ri dikur dhe si e festojmë tani. Ma kishte bërë si pyetje Mariela Kypi, nëse jam më saktë me emrin, fal. Edhe kisha folur shumë gjatë aty. Kishte shkuar ai vlogu 40 minuta, po mund të them me plot gojën që ishte një ndër vlogjet që më ka pëlqyer më shumë. Dhe më erdhi shumë keq sepse përveç se vlogut, unë kisha fshirë dhe videot. Kisha fshirë çdo gjë dhe më kishin humbur gjitha gjurmët e vlogut.
kështu që një kërkoj shumë falje, ato food challenge ose diçka tillë do ta bëj prapë, po pak më vonë se unë jam shumë nazelie tek të ushqimet, edhe me zi e bëra. Edhe tani më duhet pak kohë që ta bëj prapë. Kurse për një temë që më kishte folur një vajzë, Irida, më kishte thënë fol pak për Irsën e vogël, për atë pjesë nuk kam folur të vlogu, se dua që këtë temën ta bëj kur të vi mami këtu në Gjermani. Do ta bëj bashkë me mamin atë vlogun. Edhe në lidhje me pastaj më kishte shkruar Çuko Family, më kishte shkruar që bëj më shumë gatime në vlogje. Kisha bërë edhe një gatim aty. Po miku, tani do më falni se thjesht po i përmend kështu, edhe do i marr parasysh si gjëra gjatë kohës që bëj vlog. Diçka tjetër, këtë temën e vitit të ri, unë sado që do ta them, nuk do ta them dot ashtu siç e kam thënë tek ai vlogu, se nëse unë e mbyll videon edhe filloj filmoj prap nga fillimi, më humbet ajo e thona dhe asnjëherë nuk del aq origjinale. Kështu që do mundohem ta sqaroj pak tani këtë pjesën si e kam festuar vitin e ri atëherë dhe si e festoj sot. Tani unë i përkas besimit musliman nuk festoj Krishtlindje, por viti i ri më ka pëlqyer gjithmonë si festë dhe në shtëpinë tonë, traditën tonë, gjithë shqiptarët, besoj ishte një ndër festat më të rëndësishme për ne. Ka qenë ajo periudha vitit të ri që më kujtohet edhe e mbaj mend kur na bënte mami me babin pakot, dhuratat, na zbukuronin pemën, ka qenë ajo pema shumë ngjyrshe. Më kujtohet kur babi kur merrte dru, që blinte drut në ndonjë vend për të ngrohur, vinte dhe bredhi, edhe ne nuk kemi patur bredh falco, pem falco, po deri vonë kemi patur bredh të vërtet. E vinem në një vazo edhe e zbukuronim atë bredhin, edhe ishte me të vërtet shumë atmosferë e bukur, se ishte diçka e vërtet. E bënim ngjyra me atë pambukun që e bënim, imitonim borën, edhe ai bredhi shumë ngjyrësh. Ishte me vërtet një ndër gjërat më të bukura. Pastaj ajo darka e vitit të ri që mami gatuan pa fund edhe e mbush tavolinën plot dhe ke ushqim për 3 ditë mrapa. Ndodhte edhe të shtëpia ime, baklavaja që mbaronte gjithmonë përpara vitit të ri dhe ditën e vitit të ri mami përfundonte një ditë përpara, bënte baklava tjetër, se do vinin njerëzit për vizitë dhe mos ta gjenin shtëpinë pa baklava. Pastaj ka qenë shumë i bukur një vit i ri që do ngelin vitet e rinj më të bukur në memorien time. Ka qenë kur ne kemi qenë në Kosovë për herë të parë, kemi qenë për vitin e ri, mund të kemi qenë ndoshta 6 vjeçe, jo më shumë, 5-6 vjeçe. 6 vjeçe besoj mund të kemi qenë. Edhe aty pastaj ka qenë një tavolinë mbushur plot me njerëz, na ka pas ftuar një shoku babit, edhe ka pas qenë shumë njerëz, mbaj mend vetëm shumë njerëz që ishin ulur rreth tavolinës. Pastaj neve fëmijët ishim gjithë bashk, edhe mbaj mend që tani unë në orën 12 do e them, po ndoshta edhe s'ka qenë ora 12. Mbaj mend që erdhi babagjyshi vitit të ri dhe na solli dhurata, erdhi Raziles, një person i veshur si babagjyshi, edhe erdhi me një thes të madh me dhurata dhe na solli gjithëve dhurata për vitin e ri. Ishte me vërtet një ndër organizimet më të bukura, edhe ka përngelur memorien time ai vit i ri si vit i ri më i bukur. Prandaj mendoj që fëmijët duhet ta përjetojnë çdo fest. E pastaj viti i ri tani sa vjen, mbaj mend ndoshta kur kemi qenë ja 15 vjeç mund kem qenë, nuk kam patur më atë dëshirën shumë të madhe të vitit të ri. Dhe kjo, shifnim programi në televizor ka pas qenë gjithmonë për vitin e ri, ka qenë një ndër programet më të bukura dhe shifja gjithmonë Portokallin ose çfarë jepej te zakonisht te Top Channel, kemi pas parë edhe te Klane. Shifnim ato programet aty, na pëlqenin pafund ajo atmosfera e vitit të ri, gjitha programet që bëheshin që fillonin që me datën 25 pothuajse e deri me datën 30. Kanë qenë pastaj edhe kartolinat që ju a dërgonin të afërmve. Unë kam përshkruajtur shumë kartolina, atëherë nuk ka patur ChatGPT, nuk ka patur kaq shumë përdorimi i Google-it ose diçka të tillë dhe mundohesha krijoja poezi për të shkruar kartolina dhe kush kishte kartolinat më të bukura. Dhe me vërtet që është një ndjesi ndryshe në momentin
që fëmijët të përjetojnë në atë lloj mënyre. Tani pothuajse nuk është më ajo, edhe të fëmijët e një brezit tanishëm nuk është më e njëjta, shoqë nuk është më e njëjta kënaqësi. Pastaj kur shifnim ato kukullat, filmat që bëheshin për vitin e ri, e gjitha ka pasion shumë bukur dhe unë jam shumë nostalgjike për atë periudhë. Më ka prekur shumë ajo pyetja edhe po mendoj që tani për shembull unë kam shumë kohë që në Shqipëri mblidheshim, organizonim për shumë me kushërinë, dilnim pas orës 12 ose diçka e tillë, por nuk ka qenë ajo atmosfera që ka qenë para shumë vitesh. Edhe tani për shembull këtu në Gjermani mendoj që jemi shumë pak edhe për shumë 2 veta që jam unë dhe burri, që do festosh, nuk është se e ke më atë, edhe vetë për shembull, nuk është se mblidhen me njerëzit si më përpara, që mblidheshin, kënaqeshin, argëtime të tjera. Këtu është komplet gjë tjetër. Është një ndër gjërat që me vërtet mendoj që duhet. Unë periudha vitet e tjera mendoj se vitin e ri dua ta kaloj në Shqipëri. Atmosfera në Shqipëri është 100 nga 100, është super. Gjithmonë mendoj që ka për të qenë atmosfera më e gjallë, më e këndshme. Këtu nuk është se është një atmosferë wow. Unë nuk e kam kaluar kur vitin e ri këtu, po kështu mendoj. Edhe dalësh për shembull se unë kam dalë, kam parë dhe fishek zjarrit vitet e fundit të Bashkia ose në qendër Durrësit ku bëhej dhe shumë bukur. Vërtet është ajo frika pak që mund të ta hedhin nga flokët, mund ta hedhin kështu, po unë gjithmonë jam veshur me gjëra me kapuç, jam siguruar edhe kam dalë, nuk kam ndenjur në shtëpi. Më vjen keq pak edhe për qenët e mi, se po i di që kam në duar të sigurta, se mami do shumë, edhe ata tremben shumë kur plasin fishek zjarret. Vërtet tremben shumë edhe i përjetojnë shumë keq. Kjo është ajo që pata folur për vitin e ri. Pastaj përshëndes Dhuri Gjika, më ka shkruar për Food Challenge, më ka shkruar Adushi, Adea përshëndes shumë, edhe Dana, jo kam zemër, edhe këto po thuj se komentet kam marrë aty, ndoshta kam harruar edhe ndonjë, po nga që tani nuk e kam atë telefonin para që t'i lexoj, do e shoh këtë videon edhe nëse kam harruar ndonjë do ta përmend patjetër tek vazhdimi i videos. Tani un po e mbyll këtë, shpresoj që burri të jetë duke mbaruar, se nuk di çfarë të them më, po kjo periudha vitit të ri më ka bërë shumë nostalgjike, edhe kujtojnë ato momentet gjitha që kam kaluar, sa bukur kam kaluar, edhe sa fëmijë lumtur kam qenë. Me vërtet nuk më kam munguar kur asgjë nga familja ime. Mi kam plotësuar gjitha kushtet, gjitha gjërat. Mbaj mend që edhe kur më thoshte mami ndonjëherë jo, më plotësonte babi, edhe kur më thoshte babi ndonjëherë jo, më plotësonte mami. Kështu që në bashkëpunim mami me babin, mua nuk më ka munguar asgjë. Kështu që i dua shumë mamin dhe babin, edhe faleminderit për gjitha këto kujtime të bukura që na keni lënë, mua dhe vllajt, edhe besoj se edhe Eneo mendon të njëjtën gjë si unë. Kështu që i dua shumë.
gocaja ku jemi nga dita tjetër dhe sot është dita hënë, po iki pak me nxehtim se në orën 7:37 më vjen Urbane dhe ora është 7:35. Edhe nuk po iki me makinë, po iki me Urban, do iki te doktoresha të marrë një recetë, por unë nuk kam qenë kurrë me Urbane në Hamburg. Maksimumi kam qenë me Urbane këtu brenda qytetit dhe kam një çik si stres. Po mendoj se do kaloj me sukses edhe ky stresi. O po e shoh Urbanin, Nika. E arrita Urbanin edhe tani nisem. Ishte një tmerr e vërtet. Nuk kam arritur akoma, kam 2 orë që jam nisur dhe situata ishte kjo që kishte ndodhur një bllokim i një treni dhe një tren ishte zëvendësuar me autobus dhe ishte vërtet një lëm shumë e madh, sidomos për mua ndoshta që e kisha për herë të parë. Tani këtu do po hyj të marr një tren nën toksori që nuk e di dhe kjo më duket shumë të merr. Ja t'ju tregoj, ndihem shumë, kam një si presion. Kam hypur në një tren që kur iknem në Vlorë më të shtëpisë këtesja, edhe unë kam qenë shumë vogël. Tani nuk e di, nuk e juaj ndjesia. Që ka pak e frikshëm se është gjithkohën i nëndeshëm, është gjithkohën në tunel dhe është kudo errësirë. Po eksperiencë ndryshe. Hello. Goca, më në fund arrita. Ajo ndjesia aty te treni ishte shumë frikshme, po nuk e di, kalovi. Ndërkohë tani jam këtu te klinika të para të recetën edhe do kthehem prapë mbrapsh. Sapo mbarova edhe te mjekja, e mora recetën edhe tani duhet kthehem mbrapa për shtëpi. Shkon diku të 2 orë dhe kthimi, po mendoj nëse mund të marr ndonjë linjë tjetër që futem në tren, mos rrim atë autobusin, po të shoh. Do shoh se si do shkoj. Kalova te ky parku edhe ishte shumë i bukur, ato gjethet që kishin rënë. Por isha duke folur me mamin edhe nuk filmova dot asnjë video. Po gjithsesi tani e kam mbyllur me mamin edhe do ju tregoj video të tjera. Tani duke ecur. Si që shikone, ka dal diell edhe këtu në Hamburg, sa thone nuk ka diell në Hamburg, ka diell, por bën dhe ftohtë ndonjëherë. Po shijojmë çik të rrezet e diellit. Financë. Më kujtu Universiteti Durrësit. Autobusi vënonte diku te 20-25 minuta, kështu që nis me këtë vogël, se jemi nisur pa mëngjes.
Erdhi. Kam për të pritur autobusën diku te 20 minuta, kështu që bëj një xhiro te Tiki Maxi, se e kisha këtu afër. Përshëndetje goca, ja ku jemi nga shtëpia tani, unë kam arritur në shtëpi, kam diku te 1 orë ca, po telefoni im nuk kishte bateri fare, kështu që karikova si fillim telefonin, edhe tani thash bëj këtë mbylljen e vlogut, ta filloj ta editoj edhe shpresoj shumë që deri nesër ta kem postuar këtë vlogun, edhe mos ndodhe në incident si me vlogun e parë. Tani te kjo mbyllja e vlogut si fillim dua të përshëndes pak Krisën, një ndër vajzat që më ka komentuar te postimi im, edhe i them shumë faleminderit për gjitha fjalët e mira që më thot në çdo vlog. E di që ajo e ndjek deri në fund vlogun, kështu e di që do ta shoh edhe këtë përshëndetjen. Por dua t'ju tregoj pak në lidhje me eksperiencën time si fillim me transportin publik. Ishte, mund të them me plot gojën 10 nga 10. Thjesht këtë herë kishte ndodhur një problem me transportin publik me linjën S2, që është linjë treni, por ndodhin rregullime dhe për këtë arsye linja S2 ishte zëvendësuar me autobuse dhe nuk ishte shumë e qartë tek unë nuk e kuptoja, se ishte shumë e qartë tek aplikacionet e Google Maps, por unë nuk e kuptoja mirë. Ndoshta për faktin se nuk është se jemi mësuar në Shqipëri të përdorim këto transportet publik, por gjithsesi mund të them ishte 10 nga 10, kam prapë përtikur në një termin në Hamburg këtë herë, jo në Hafen, nga mesi javës tjetër, por do iki prapë me Urban, më pëlqeu si gjë. Ishte shumë bukur edhe mendoj që edhe ndonjë ditë tani dal bëj ndonjë shëtitje sa jam pa filluar ende punë. Ndërkohë, te Tiki Maxi unë hyra për të bërë një shëtitje, nuk hyra për të bler diçka, por nuk dola dot pa bler diçka. Dhe kam bler këtë linjën e flokëve të Revlon, shampon edhe maskën. Është kjo linja e hidratimit. Kam bler gjithashtu. Këto i kam marrë me çmim super me skonto. Ja vlente. Kam marrë edhe këtë, që është mbas kremin mbas dushit. E kam pas përdorur dikur në Shqipëri atë, kështu që besoj se flokët e mia më në fund do marrin jetë. Duhen lyrë dhe njërë për të marrë tamam të zeza dhe nuk do i ndajmë paletit, se me paleti kam lyrë, me paleti arrita këtë ngjyrën e zezë, se me bëjrat e tjera jo. Tani unë po e mbyll këtë videon edhe shumë faleminderit për gjithë ju që qëndroni deri në fund videos, por dua t'ju them diçka, më bëni një subscribe në kanalin tim për të ndihmuar që të rritemi më tepër, sepse shoh që videot e mia 70% e shikuesve janë ata që nuk kanë bërë subscribe. Kështu që pse jo të më bëni një subscribe, mua më ndihmoni dhe ju merrni njoftim kur unë hedh video në radhës. Ju dua shumë gjithëve, ciao, ju puth fort edhe ju kam zemër.